Në orët e para të datës 15 janar, 33 të burgosur apo të paraburgosur, të cilët vuanin dënimin ose prisnin vendimet e gjykatave në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Durrës, u transferuan për në burgjet e Peqinit dhe Fierit. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari publikoi edhe pamjet e operacionit, i cili realizuan në masa të rrepta sigurie, ku truan drejt IEVP Peqin apo Fier, ata që konsiderohen si të dënuar apo të paraburgosur me rrezikshmëri shumë të lartë. 206 të dënuarit dhe të paraburgosurit që ishin në burgun e Durrësit u futën në sit për të vlerësuar rrezikshmërinë e tyre. Nga 33 transferimet, 18 prej tyre janë dërguar në burgun e Fierit, ndërsa 15 në burgun e Peqinit. Ata ishin pjesë mbi 200 banorëve të IEVP-s të Durrësit, ku 54 ishin të dënuar nga drejtësia dhe 152 të paraburgosur. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari urdhëroi drejtorin e përgjithshëm të burgjeve që të hartojë një plan të ri dhe të rishpërndajnë nëpër seksione të burgosurit, bazuar në rrezikun shoqëror që kanë. Këto lëvizje erdhën pas pezullimit dhe shkarkimit nga detyra të gjithë zinxhirit komandues të burgut të Durrësit, si dhe arrestimeve pas arratisjes nga spitali të paraburgosurit Altin Ndoci.